Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po sjellim videon e radhës. Do ndaloj të një histori që më besoni është nga historitë më të dhimbshme dhe më të tmerrshme që keni dëgjuar dhe do të dëgjoni. Është nga ato histori që të djegën në shpirt. Nga Italia ka mbritur arkivoli, por çfarë ka patur brenda në atë arkivol, më besoni që do të shokoheni. Këtë letër e ka shkruar motra për vllain e saj. Ka momente në jetë kur dhimbja nuk matet me fjalë. Ka plagë që nuk sherohen kur, sepse nuk vijnë vetëm nga humbja e një njeriu të dashur, por edhe nga mungesa e së vërtetës. Kjo është historia ime që prita me zemër të coptuar kthimin e vllait nga Italia, por në vend të paqes, unë gjeta misterin që më ndryshoi jetën për gjithmonë. Kur mora telefonatën e kopshme se vëllai i kishte ndruar jetë në Itali, bota ime mu shëmp para syve. Me thënë të drejtën, unë as që mund ta besoja këtë gjë. Vetëm pak ditë më parë kishin folur në telefon. Ai më kishte premtuar se shumë shpejt do të kthehej në shtëpi, do të përqafonte nënën dhe do të ulej sërish në sofrën familjare. Askush nuk e besonte dhe nuk e mendonte se kthimi i tij do të bëhej brenda një arkivoli. Familja, mbaj mend në vitin e kaluar, nisi përgatitjet për ceremoninë martore. Të afërmit, fëmijët dhe miqtë erdhën për të ndarë dhimbjen. Të gjithë prisnim vetëm një gjë: të jepnim lamtumirën e fundit njeriut ton të dashur. Kur arkivoli mbriti nga Italia, lotët e pushtuan oborin. Askush nuk kishte forcën që të fliste. Motra qëndronte pranë arkivolit me një fotografi të vëllaut në duar. Zemra më rihte fort. Doja vetëm ta shihja edhe një herë fytyrën e tij. Por në ato çaste ndodhi diçka që askush nuk e kishte imagjinuar, ndërsa mua nga brenda më thonte që kërko të hapet arkivoli, kërko. Pas hapjes së arkivolit, familja mbeti pa fjalë. Brenda nuk ndodhej njeriu që ne e prisnim. Trupi nuk ishte i vëllaut ton. Motra u drodh krejtësisht. Fillimisht unë mendova se dhimbja po më mashtronte. E shikova përsëri. Vështrova duart, fytyrën dhe çdo detaj. Nuk ishte ai. Nuk ishte në asnjë mënyrë vëllai im. Bërtita mes lotësh. Në obor mbaj mend të ra një heshtje. Askush nuk dinte se çfarë të më thoshte. Të afërmit u afruan dhe më panë me sytë e tyre dhe më thanë diçka nuk shkon.
Njeriu në arkivol ishte krejtësisht tjetër. Dhimbja jo na u kthye në tronditje. Si është e mundur që pas gjithë dokumentave, procedurave dhe transportit ndërkombëtar, familjes t'i dorëzohej një arkivol me një person tjetër? Motra në asnjë mënyrë nuk mund ta pranonte këtë gjë. Për të vllau nuk kishte marrë ende lamtumirën që e meritonte. Unë e ndjeja se ai ishte ende diku larg, ndërsa familja që po qante mbi një arkivol që nuk i përkiste. Ditët që pasuan ishin të mbushura me telefonata, pyetje dhe kërkesa dhe sqarime. Institucione të ndryshme u kontaktuan. Familja kërkon vetëm një përgjigje. Ku është trupi i vllaut tim? Çdo orë pritje është një torturë. Nëna nuk pushon së qari, babai përpiqet të qëndrojë fort, por lotët nuk fshihen dot. Ndërsa unë dhe motra ime nuk largohemi nga fotografitë e vllait. Unë kujtoja fëmijërinë e tyre, ditët kur luanin bashkë në rrugicat e lagjes, kohën kur ai e mbronte nga çdo e keqe, premtimin që do të kujdesej gjithmonë për familjen. Vllau kishte emigruar në Itali për një jetë më të mirë. Punonte me orë të gjata, sakrifikonte gjithçka për të ndihmuar prindërit dhe motrën. Çdo euro e fituar ishte rezultat i djersës së tij. Askush nuk e mendonte se fundi i historisë së tij do të shoqërohej me kaq shumë pikpyetje. Unë si motër nuk kërkoj hakmarrje. Nuk kërkoj asgjë të pamundur. Unë kërkoj vetëm të gjet vëllain tim dhe t'i jap lamtumirën e fundit. Kam dalë edhe publikisht. Humbja e njeriu të dashur është plagë e rëndë. Por të mos dish se ku ndodhet ai, të mos mund t'i vendosësh një lule mbi varr dhe të mos i japësh lamtumirën e fundit, është një vuajtje edhe më e madhe në të vërtetë. Unë vazhdoj të jetoj me kujtimin e tij. Çdo fotografi, çdo mesazh dhe çdo kujtim mbetet pjesë e jetës së time dhe të tij. Besoj që ka lajm të mirë nga vllau im. Më del edhe në ëndër. Por mbi të gjitha kërkoj ndihmën për ta gjetur atë.